Shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se valja e madhe e migrimit të kosovarëve nuk ka ndodhur shkaku që Kosova nuk e ka procesin e liberalizimit të vizave. Nuk pajtohem me ju që valja e madhe e migrimit ka ardhur si shkas që Kosova nuk e ka procesin e liberalizimit të vizave. Kur të bëhet liberalizimi i vizave, populli i Kosovës do ta ketë rastin të vizitojë vendet e Bashkimit Evropian. Mirë po atyre do t'u lejohet të shkohet në shtetet të BE-s vetëm për vizitë, ndërsa arsyeja e migrimit që ka ndodhur kohëve të fundit ka qenë sepse qytetarët kanë kërkuar që të gjejnë punë në vendet e Bashkimit Evropian. Ai tha se shkaku i migrimit ka të bëjë me pakënaqësinë e qytetarëve me atë që kanë bërë qeveritë e kaluara, por edhe qeveria e tanishme. Ilir Deta nga vetvendosja ka thënë se Kosova është i vetmi shtet për krah shteteve të Ballkanit që nuk ka përfituar lehtësira në procesin e liberalizimit të vizave. Ne jemi i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor i cili nuk ka pasur lehtësi në procesin e liberalizimit të vizave. Në anën tjetër, edhe për ta marrë një vizë janë procedura të shumta burokratike. Kryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane Teuta Sahaçia e ka pyetur përfaqësuesin e BE-s Zhbogar rreth marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe liberalizimit të vizave. Zhbogar ka thënë se marrëveshja është duke u përkthyer në të gjitha gjuhët e Bashkimit Evropian dhe se shpreson që ajo të nënshkruhet gjatë verës. Kurse Valdete Bajrami, në kryetare e Komisionit për Integrime Evropiane, ka folur për, siç ka thënë ajo, skandalet që mediat kanë raportuar për misionin e Euleksit, të cilat sipas saj po heshten. Zhbogar ka thënë se BE-ja nuk përzihet në vendimet e gjykatave dhe se Euleksi është në Kosovë për të punuar vetëm për sundimin e ligjit. Duhet ta kemi të qartë se ne si BE politikisht nuk përzihemi në vendimet e gjykatave, në sistemin e drejtësisë dhe nuk kemi asnjë agjendë të brendshme politike. Do të thotë, nuk kemi agjendë të brendshme politike me anë të së cilës e preferojmë një gjë ose nuk e preferojmë një tjetër, apo nëse e bllokojmë një tjetër ose tjetrën jo. Prefer one party to the other or try to block one party.